Indeksimi i pensioneve që u bë pak kohë më parë nuk ka përmirësuar as pak cilësinë e jetesës për pensionistët. Më të diskriminuar mbeten të gjithë ata pensionistë që përfitojnë vlerë të ulët pensioni për arsye të ndryshme. Çifti të moshuarve Elmas e Hanife Shinjatari nga fshati Bejni Klosit thonë se ky indeksim është qesharak. 86 vjeçari Elmas Shinjatari shpreh se ajo vlerë është tallje për pensionistët, ndërsa bashkëshorti i tij shpreh se nga 120.000 lekë të vjetra pension që merr, 95.000 lekë i shpenzon për ilaçe, ndërsa me indeksimin e fundit i është shtuar një vlerë për të blerë një pago biskota. Ata kërkojnë që shteti të mendojë më shumë për këtë shtresë të shoqërisë, pasi kanë kontribuar me dekada në komunitet. Punoj me gjallëgjin. Çfarë pensioni ku përballo pensione për idhet? Të shku me tjon, të ardh me tjon, njëna tjetra. Bie mirë, bie keqe. Unë du të shkoj, se ku mik. Po jërë për idhet, ku përballohet ai me ato. Ajo ngritje që tollje, 2 lekë gjimës, po qa tolle me këtë popullare, po kjo gjëndof, ke zoti. Vujtjet që kemi hekna, nuk bëjmë vakej me i pa njërej. Kemi vujt jashtë mose. Fëll për vete, jam nane 8 fëmijëve. Pensionin e mërë, 120.000, 13 vjetë, 14 vjetë të banë se mërë, hileqe, muj për muj. Vuj për i zemrës, me tension, me mëlqej, me gjitha shumë, i kom shumë probleme. Kështu që me pension, s'del asin gjë. 97.000 më bëjnë veç hileqe, muj për muj. Uje, dritë e hallet, shku me vetë me si janë, si për një rejnë ma, i ka vetë gjdo gjë, me do. Shka gretë? Prim pak picuata? Pa që ta letë e kretë, së të lute. E në fëmija janë të sakrifu që jashtë mase. Sa ha. Ne për rrugë kërbetit. Shku gjallë vivë, 20 sa vjetë, gjalli orë amë kërbet. Se fëmija dë, jeta dë, në pletë që në ka për bërë. Vazhdimisht pensionistët kërkojnë rritje pensionin, ndërsa vlerën më të ulët në këtë kategori e mbajnë pensionet e fshatit.